Të nderuar shikues, jemi në stadiumin Loro Buriqi të Shkodrës. Në këtë moment është qetësi, por vetëm pak minuta më herët ky stadium ishte pushtuar me mbi 1500 fëmijë të ardhur nga Shkodra, Shqipëria, rajoni dhe Mexher, të cilët morën pjesë në turneun e radhës ndërkombëtar Shkodra Summer Cup 2026 që organizohet nga shoqata sportive Shkodra Sport Event. Dhe drejtuesi i kësaj shoqate, Jetmir Podgorica, në këtë moment është në një intervistë për Veriu Sport. Jetmir, me të vërtet fantastike, e gjithë tribuna qendrore e Loro Buriqit, por edhe cilimi i blerët i këtij stadiumi i mbi populluar me grup moshat e ndryshme, të cilët festuan dhe e shijuan këtë turne. Realisht është një emocion i madh dhe një përgjegjësi shumë e madhe për të organizuar këtë turne në nivel të tillë. Mendoj që kena arritë me sukses organizimin e këtij aktiviteti, duke marrë parasysh fëmijët më të kënaqur nga ky organizim. Unë thash rreth 1500 fëmijë, por numri i tyre mund të jetë edhe shumë më i madh si delegacione sportive, sepse shoqëroheshin me prindët e tyre, me miqsinë e tyre, çka tregon se Shkodra e ka jetuar këtë turne masivisht. Mund me thonë që Shkodra është qytet anërash, është një qytet i cili të lënë me bë çdo gjatë, të lënë me bë një turne të tillë dhe e dojnë turnon. Ka pas për shembull nga ekipet që kanë pas edhe familjarët e tyre, kanë pas shoqëninë e tyre dhe kanë mbush tribunën plot siç e thotë edhe ju, dhe kjo ka kanë realisht një emocion shumë i madh për ne si organizator. Sa ti zgjati turneun dhe cila ishte e veçanta e këtij edicioni? Turneu është i ndarë me dy pjesë, nga data 19 deri me datën 21 është i ndarë për moshën 9, 11 dhe 13 vjeçar dhe 15 vjeçart, ndërsa nga data 23 deri me datën 27 marrin pjesë grup mosha e U19 me ekipe nga Nigeria, nga Bregu i Fildiqit dhe nga rajoni. Ky edicion çfarë kishte më të veçantë, cilat skuadra spikaten, cila grup mosh? Të them të drejtën, duke marrë parasysh ka një shtrirje të madhe gjeografike si turne, mund me pa dhe nivelet të ndryshme të futbollit, stilet të ndryshme të lojës, mentalitetet të ndryshme, dhe kjo është gjëja që e përfaqëson turneun, por me pa edhe më njohë me njëri tjetrin. E veçanta e këtij turneut mendoj që çdo vit është më e vështirë për ne për me nxjerr diçka më të veçantë, por mendoj që kjo ceremoni përmbysje në gjuhën popullore ka pakun komplet të turneut dhe besoj që ka qenë diçka shumë e bukur. A du të vijoj Jetmir Podgorica dhe Shkodra Sport Event të organizojnë të tjera turne të këtij niveli, se tashmë përvoja patjetër bën punën e vet. Ne që nga viti 2018 kemi organizuar rreth 50 turne dhe kjo nuk ka krijuar një lloj experience së bashku me stafin, sepse pas stafin është e pamujtur, janë mbi 40 persona që angazhohen për 7 muaj për marrjen e ditën e sotme. Por janë 7 muaj punë intensive çdo ditë para dite mbas dite për me bërë një turne të tillë dhe mendoj që edhe vitin që vjen do të jetë edhe më masiv, do të ketë shtete të ndryshme që ndoshta vinë për herë të parë dhe kjo do të na bëjë besoj që me kanë edhe më lart si nivel organizimit. Ekipi thënë edhe herë të tjera, Jetmir Podgorica është një person, mund të themi, shumë planësh, në shumë drejtime, edhe gjyqtar i Superligës së futbollit shqiptar në top listën, me detyrë e sekretarit përgjithshëm në shoqatën rajonale të futbollit Shkodrës, por me shoqatën sportive Shkodra Sport Event duket se jeni më i lidhur dhe keni më tepër angazhim. Unë kam filluar me sportin në vitin 2009, me kanë aktiv, dhe që për atëherë nuk kam ndoa asnjë sekondë të jetës time. E kam filluar me pjesën e arbitrimit Faldajstem drejtën Sale, që sot është kryetari i kolegjumit, që më ka afruar në kolegjum në një moshë, më kanë 12 vjeç dhe ka kanë normalisht e vështirë për mu adaptu, sepse edhe moshat e tjera me cilët ne kena bashkëpunu kanë shumë më të mëdhej. Atëherë kam krijuar në vitin 2018 kam krijuar Shkodra Sport Event, duke marrë eksperiencë si gjyqtar, dhe tashmë mendoj që personifikohem ndoshta nëpërmjet Shkodra Sport Event, pas aty janë edhe sukseset më të mëdha. Po duhet me thënë që e gjithë kjo eksperiencë ndihmon edhe në rolin e sekretarit të përgjithshëm të shoqatës rajonale të futbollit Shkodër për të bërë sa më mirë punën tonë të përditshme. Jetmir, duke rikthyer tek turneun, kam parasysh dhe ceremoninë e mbylljes, ju e thatë mjaft mirë, ne e pam të gjithë. Me të vërtetë ishte dhe është një kënaqësi e veçantë për të gjithë këto grup mosha të cilët e preken edhe fushin e stadiumit Loro Buriqi. Në këtë stadium ku luan vllaznia, luajn skuadrat e huaja, ato morën diplomat, morën medaljet, morën edhe kupat përkatëse. Patjetër emocion i veçantë për gjithë këto fëmijë që u shpërblyen edhe me medalje dhe me kupa. Mendoj që për çdo fëmijë, të paktën të qytetit të Shkodrës,
tashmë pse jo dhe të qyteteve të tjera që vinë, sepse vinë nga rajoni, siç e thamë, nga Shqipnia, nga Kosova, nga Malezi dhe nga Maqedonia. Tashmë të afrohen edhe më shumë në qytetin e Shkodrës. Kjo është një ndër qëllimet që ka Shkodra Sport Event. Për shembull, vinë nga Shkupi, vinë nga Prizreni, vinë nga Malezi, nga Troja Shqiptare e Malezi, nga Podgorica, dhe këto bën edhe më tifoza me vllaznin. Kjo mendoj që mund t'i shërbejë ndoshta edhe klubit të vllaznisë në të ardhmen, sepse e ka një lloj ndjenje, ka një lloj kënaqësie për qytetin e Shkodrës dhe kjo mendoj që është pozitive. Shumë fëmijë në Shkodër e kanë prek këtë stadium vetëm ndoshta ditën e sotme, ndërsa herët e tjera kanë shkallët e stadiumit, kurse në këto momente që e prekon në fushën e Blerët, mendoj që është një motiv shtesë edhe për ta që pse jo nesër me kanë stadiumi plot kur ata të luajnë futboll me vllaznin. Një motiv shtesë, por edhe një kujtim i veçantë për të prekur stadiumin Loro Boriçi, fushën e stadiumit Loro Boriçi. Ne të gjithë jemi të vetëdijshëm që futbolli është sporti më masiv në botë, aq më tepër edhe në Shkodër. Ne nëpërmjet shoqatës rajonale të futbollit Shkodër kena bërë një rritje shumë të madhe të numrit të fëmijëve. Nga viti i kaluar këtë vit kena shtuar me 30% numrin e fëmijëve fal punës të kryetarit zotit Lazar Matia, drejtori teknik zotit Yses Miani dhe tonën si pjesë e stafit, dhe mendoj që tonë këta fëmijë nuk kanë më bë futbollista. Por ajo që unë kam dëshirë me thënë që këto fëmijë e kanë një kujtim të bukur nga futbolli, për aq kohë sa ata të jenë pjesë e futbollit. Dhe unë këshilloj gjithë ata fëmijë që të vazhdojnë sportin e futbollit. Edhe nëse nuk bëhen futbollistë, apo mundën me një futbollin si trajner, si arbitër, si gazetar, dhe ka mjaft mënyra që me kanë afër botës së futbollit. Ne duhet të jemi shumë mirënjohës realisht bashkëpunëtorëve tanë, duke filluar nga shoqata rajonale e futbollit me kryetarin zotin Lazar Matia, nga Federata Shqiptare e Futbollit me presidentin zotin Armand Duka, nga Bashkia e Shkodër me kryetar zotin Benet Beci, nga Kolegjiumi i Arbitrave me kryetar zotin Dritan Sale. Do të jemi falendërues shumë gjithë stafit tonë që ka punuar pa pushim për me realizuar këtë event, dhe unë jam shumë mirënjohës për mundësinë që ne kanë krijuar për me organizuar këtë event kaq madhështor në qytetin e Shkodrës. Ishim me Jetmir Podgoricën, drejtuesen e Shkodra Sport Event, pikërisht kjo shoqatë që po bën të mundur nga viti në vit të organizohet turne të rëndësishëm ndërkombëtar. Ky i kësaj radhe që sa po mbyll, ishte me të vërtetë një turne mallshtor që kishte në përbërjet e tij rreth 1500 fëmijë. Urime Jetmir për gjithçka u realizua në këtë turne. Faleminderit Gasper, unë e lash për fund, kam një falënderim shumë të veçantë për mediat e Shkodrës, për ju personalisht, për karrierën tuaj për gjatë këtyre viteve, për pasionin që ju keni, që bëni një punë pa ndonjë interes as financiar, as një lloj interesi thjesht me pasion, thjesht për zemrës, për dëshirës me kontribuar për sportin. Dhe them pa frikë që jeni një ndër figurat emblematike të qytetit të Shkodrës, dhe për këtë jam shumë mirënjohës që jeni pjesë e eventeve tona. Respekt e sukses, Jetmir.